Përplasja ashpër në Komisionin për Sistem Politik, ku debatuan mbi amandamentet për ligjin për shërbim gjyqësor. Opozita dorëzoi rreth 100 amandamente për shkak se, siç thanë, po dorëzohet një propozim ligj që nuk është as pak ai për të cilin ka punuar grupi punues. Sonja Mirakovska nga PSD ju drejtua ministrit të drejtësisë Igor Fillkov. Ние цело време ќе слушаме истото образложение, не е усогласен со Законот за административни службеници. А вие, господине министре, ги слушнавте ли судските служби што ви рекоа? Не сакаат да имаат статус на административни службеници. Сакаат да имаат посебен статус на судски службеници. Сами да одлучуваат, да бидат тргнати од извршната власт. Jovana Mojsovska nga Levica tha se amandamentet e tyre kanë të bëjnë me të gjitha ato vërejtje nga përfaqësuesit e shërbimit gjyqësor të paraqitura në dëgjimin publik, dhe se ky propozim ligj e përkeqëson gjendjen në sistemin e drejtësisë. Со овој закон, наместо судските службеници да се третираат како дел од судската власт, согласно уставното начело за поделба на законодавна, извршна и судска власт, ние имаме најголем дел од вработените во судовите кои ќе бидат под директна контрола на извршната власт, што представува еден опасен преседан. Shumica qeveritare nuk u përfshi në debat, ndërsa seanca u ndërpre me njoftimin se do të vazhdojë edhe nesër. Përveç për shërbimin gjyqësor, duhet të debatohet edhe për propozim ligjin për shërbimin e prokurorisë. Ndërkohë, dëgjimi publik u mbajt javën e kaluar, në të cilin shërbimet gjyqësore e kundërshtuan ashpër këtë zgjidhje të propozuar.